Filloj me Supernova këtu. Me një mega band që e duam shumë. Unë e dua se ti. Jo, ma dhe unë kam Je njeri respekt ftohtë. goxha. Jo, më kam pëlqyer që në kohët e hershme kur kanë dalë. Po, shumë lart, shumë briti, shumë Po, Nine Inch Nails Përveç situata sa shumë. këngës, vetëm këtë s'kishe qef. Këtë s'kisha qef jo. Kjo pra ishte. E atë pjesën që kështu si. Prit po ta fik more se na hodhi me gjyq brisi më valla. U dalë më miq themi, si u harruam kështu. Miq, përshëndetje. E nisëm me brisin e Supernova. Pse Po jo, se dua të flas pak vërtet për Supernova dhe për Brizin. Enea, ku je mor ti? Djalë shejtan. Ku je mor? Përshëndetje. Shumë periudhë e bukur më plak. Pse? Shumë periudha e Supernovave. Po e flisim dhe bash një ditë kur dolëm një date. Një ditë kur dolëm. Jo, po që sa keq që kemi arritur në një moment që nuk kemi banda fare o plak. Po flas Jo, për s'kemi fare, po që. Po flas për muzikë pak më alternative, nuk po Ja. flas për Po. Elton Deda and Band dhe Jo, ma gjithë jo. miqtan që i përshëndesim, po flas për një band më. Edhe banda të reja që. S'ka fare më plak. Ose Zero, të- mo. Ose të mund të ketë si njojmë ne po. Po jo më janë Janë ata çunat. kush çunat? Janë ata çuna. Të tuneli. Ata që bën atë, po nomad, ata që Nomad. po ishin Ashtu. ishte kush e Edvaldi ishte që i palë, ne si ishim, po ne ku Ndoshta jemi, edhe ne ku Elio. ishim. Po ne mbështesim asnjë grup të rikot Po. bëjmë sigur. Si mbështetësit e madh, nuk kemi as sekundi. Po jo më plak, gjithsesi, po Unë as gjithë nuk e di more, unë nuk e di që ka gjëra. E po duhet të futesh të Po, ndjekësh hapi këto faqet gjëra. po pra jemi çik botë të tjera apo ne jemi 40 vjeç o nixhe. Po mirë më 40 Besi është vjeç. 57. Instagram kemi ne. Po mirë mos kemi Instagram që na dalin 17 vjeçarët. Ça jemi, semi Po TikTok. ne na kam pasur në për live burra nga 50. Ma më dalin 17 vjeç. Kur kemi qenë 17 vjeç, na vinin burra në live valla. Po kemi qenë më të bukur ne. Po pra, po tani o plak nuk është se ka aq banda, nuk është se ka aq njerëz, po flas për muzikë alternative, rock, metal, ç'a mund të jetë Po tjetër. pra, dhe këta që janë neve s'na dalin, këtë po them. Siç ka qenë 00 Deka. Gendi, alternative, grunge. Po mirë, se zona dal çdo gjë që ndodh tashin. Edhe ne mund të interesohemi në çikore çka ka në për Tiranë, ndër Tiranë. Qendra informacionit ku? Po, Ku ku intereson? do Jam në Në- rrjetet sociale dalin këto. Në chat GPT. Sa E gjen Robi, e gjen një moment, një mundësi. u rikthyem më bes pas një viti. Po. Edhe u Ku je- rikthyem Ku jeni ju? me të reja të mëdha. Me të reja të mëdha. Patjetër, sepse na blen miq tan kondicionerin më bën në fund më Po, dua sot- nuk kide më arrit kjo ditë më do nuk kide faleminderit miq shumë faleminderit më mbështetën. Prapë është ftohtë. Prapë stop. Kjo nuk do të thotë që kërkesa jonë do vazhdoj këtu. Na duhet stopojmë. kondicioneri dytë. Po mos harroni të bëni subscribe edhe në një donacion, nuk është problem, po ne po vazhdojmë. Ja që mos mërziteni. të rikthehemi të sjellim këtu për ju Të sjellin kënaqësi. të vatër kulture me Gjeni që është për disa të ne këtu se kemi probleme me kamerat. Po, domethënë, u ble kondicioneri, por duhet Do të blem kamë. duhet dim Ja, ma, kamerë. kemi tash kemi çdo gjë, nuk kemi nuk ja u kemi nevojën fare për asgjë. Po ku jeni morë njerëzit e mi të zemrës? E po mirë, Si në epokë të errët po jetojmë valla, se Pse? fillova direkt e kështu po shumë. Se po flas pak për situatën politike ku jetojmë për këtë udhtim që kemi valla në këtë vend që ne duam shumë, po ky vend s'na do aq shumë mbrapsh. sa mos e filozofiko. Po se më mërzitem valla, se më vjen keq për vendin. Pse o mërzitesh? Po mos e jemi keq e Po burdheni. kush është keq? Jemi keq fare, bu ikin Jam drita, shumë mirë. bie në rrugë, Domethënë kjo. përmbyten njerëzit. Po mirë. Po Plak, është pak kështu valla, domethënë. Shiko se lexoj një gjë të lezetshme. Lexoj që kjo e hënë që kaloi. Tani e mora vesh, quhet Blue Monday. po Dhe është hëna një nga ditët më të trishta, më të mërzita, më të depresive. mërzitura që mund të ketë njeriu sipas shkencës. Data 18, diku e tretë, domethënë e premtja e hëna e tretë. djeo. e së premtes. Po Dje. dje ishte dita më e mërzitshme sipas shkencëtarëve. Tani pse? Në gjitha korat apo këto kohë të fundit? Jo, E mos e tash- statistikisht domethënë e nea, E shkencëtarët thonë që çdo e hënë E 3 janarit është e e mërzitshme. 3 janarit Është është depresive. dita më depresive që mund të kesh në jetë. Po pra, po pse?
Se lexova një çik ti. Pa vetëm titullin. Po lexova headline-in, se çfarë mu budallaj mu lexoj headline-in. Se Unë janë kam arsye. qenë shumë mirë me thënë drejtën tonë. Po pra, se Po pra, unë do. Ti dëmtove Mesin, më çfarë? Po mirë më psikologikisht e pa, nuk isha është mirë. Nuk është se nga isha ana fizike, po depresiv, më jo, ka qenë grop fare, po. Puta mish. Ore kjo këputja e mishit është shprehje apo këputet mishi vërtet? Jo, shpreja më plak, nuk putet mishi. Griset muskuli më. E pra, do më Griset. Këputen Pëson fibra. kështu çarje gjë ndonjë shkëputje. Po varet nga grada më. Po këputet o mishit tamam, Po jo, çfarë? më plak, që shej ne puti mish në punë tani se çoj një gjë 5 kg. Thjesht është i Po, pasur varet, vit më plak. Po. Siç jemi të gjithë këto kohë. Po më po them si fenomen ndodh vërtet kjo këputja e mishit apo Po është thjesht? ndodhet të putet një bie pse shikoja. Po çon në një gjë të rëndë, çosh direkte. No, Po, puta kur i mish. ngren Sidomos gabim. mosha e plak. Kur i ngrem pa teknik. E po çfarë me teknikë? Po jo, se mbaj mend kur kam dëgjuar shumë shpesh nga ky brezi prindërve të këputa mish, Çfarë çdo do gjë. dhe ne? Tunet. Oh, E pra, Shiko, do t'ju kujtoj një gjë shumë të rëndësishme dhe miqtan që na ndjekin, që na duan kaq shumë, edhe ne i duam mbrapsht, kur vetë 30 vjeç plus. Fillojnë të ndodhin sa gjëra. Po jo, Të pak, po jo më dalë ta them valla. se kërcasin gjunjët. Ke ndonjë Messi ke kap keq në një zverk, në një skudion, më kupton. Po varet. Ke diçka që nuk shkon me trupin tënd, që nuk është 100% funksionale në ana muskulore. Ku do të dalësh? Po pra. Mor njeri. Thuaj problemi. I dyr. Po jo më plak, e kam fjalën që pas të 30-ave është kjo aty, mos Po jo, nuk duhet është. ta mbres njerëzit, duhet ta përqafojnë. Po si jo, gjë. se shumë shpejt pas 30-ave se. Po na thuaj në një Prandaj, çështje. prandaj ishte depresive ana se thua. Deri Po, në s'ka më 6 jeta duhet të jesh i pra. aftë për punë fizike. Po dakord me ne, po ti një gjë ngritet të Varet nga gjendja. Unë thjesht kisha kohë pa ngret. Kisha një muaj pa ngret, po unë ngrej gjatë gjithë kohës. I kuput mishi dire. Kesha të rënda. Po Po, po, këput. Me një boks që çoj, me një Po që jo, ku ishte, çfarë çove? këto që po thua janë O vlla, pa vërteta. vlla. E nis me o vlla. Imagjine ku do shkoj ky muhabet. O Po vlla. serioz, Shiko tani se vërtet puta mishva. Po nishe ti për shembull, ke këputur mishin. ti fizikisht mirë apo Mentorisht. po jo mos e Mentorisht. ke ndonjëherë në një ngërsh, në një spërdhec, në një Edhe s'ka patur kur një. Shiko, unë para një sa vite shkoja në yoga. para ca vitesh, Në. para 22 vjetësh më. Po mirë, para 22 vite shkoja në Si yoga. para ca vitesh, para 7 vjetësh. Më mirë. Aty ishte qetësie, kupton? Edhe bënim këto pozicionet ne dhe sa herë që lëvizja unë të gjoni krau. Krau. mira, kërcisin Po ato janë Po vetëm lëngje. mua. Siklet duhet, po mos ketas muzikë, Po ti beso si e me kockat me këto me muskujt me. Të therin kockat. me çajin joint. Po jo, më. Po kur bën palezën, ndjen një gjë që të mban mbrapa për shumë rana. Jo, Si kaluam në kohët e errta që jetojmë. fare pa lidhje. Nuk dim të mbajmë një vi muhabeti. Edhe këtë që tham çfarë? Tek duhet ta lënë të sport vëlla të nisim kripton. Ne të merrem me kripton. Vlla, Po vlla. po që jo, ore, besoj se mirë kur si të jeni pas të 6 jetave apo deri të 6 jeta. 6 jetat mendoj unë që është mirë ta shtysh deri të 6 jetat, po, që është po, aftë po. bësh punë fizike. Po pra, po duhet të jesh top form. Kjo që thua ti besoj se ndodh 55 e lart. Jo si 55 e lart, Ore, po. sa bën 30? Plak, Po jo nëse do ta mbash çik veten se. unë e ndjej për shkakun që gjuri djath po më leo plak. Po, dhe kam Edhe seriozisht. ka viljen. Po pse jo un jam marr Ke këputur gjurin. disa vite me aktivitet sportiv? Edhe nga ajo e ka. Jo. Po nga e ke. Po jo më e ndjej që Si po të le gjurin? ja ta them unë se unë jam tip fizioterapist, po ta mendosh. E ndjej që un kam një problem me themrën. E kam pak të shesht kam unë. E ke dy staban. Po jo të sa banda mam, po që E ka pak të shesht. ajo ceni ai i vogël. Ja, turqisht kjo e ke dy staban. Po. Kam ba dy Normale. staban. Po jo më është 2. Lese e ndrua muhabetin prap. Aha, ke, Edhe domethënë po thoya, ky ceni që kanë te ky muskuli të reflekton me kohën të delte në gjuhë vëlla.
Po jo, kështu manifestoj, kam seriozisht. Po, jo, jam dakord. Është si ajo që ke një dhëm. E po kjo s'ka lidhje që po kalove të 30-at edhe. Po se me moshën ka Të të bëjë, legjuri. se nuk bën. Po Kur ka je të më i bëjë ri, se- nuk plak e ndjen atë agresivitetin. Edhe si kujdesur ti. Jo. Si? Si kujdesur ti. Ç'mo bëj. Nuk do. Po jo, më nuk se po të bënte gjë për këmbën për shembull që se të kujtim të vinte letra po. Vishte taka. Vishte ortopedike. Më, njëra pamjet më të mëdha që kam në jetë. Takoj një ditë Besin unë, do uleshim për kafe. Diku te Don Bosco aty. Edhe vjen Besi me një çantë që kur e lanë në tokë vlla. Ka një grop. Ishte 40 kg çantë. E po mira se I them unë, çaj ke këtë? Po e bëj kështu për palesë dhe. Si për palesë, ecën me çantë 40 kg. Nuk e 40 jo. Po si ishte 40? 15. Jo, ja, ishte 15. 15. Do të çfarë do bëjmë? S'do dal me një burr në kuris. E çfarë thjesht Vetëm e mban. Dhe e mban dhe ec. Sa bluza, gir. Po ne, a nuk mendove ti që Besi ka gjithmonë metodat më të gabuara për të bërë. Po Se jo, se ajo me letrat e Bixhosit është shumë e bukur. Po është e mira. Unë kam bë një javë ca. Po ne, po si ke. Jo, ka bërë para. Ka. Pse e bëre ato me letra ne? Po më e bën atë. Po thuaj njerëz, si është me letra, është që Me një tuf letrash, po? Edhe e le diku. Merr një letër, numri që bie, duhet të bësh Duhet të bësh 5 pompa karo. Tha fjalën më të gabuar që jo 5 pompa, shikon këtë, duhet të bësh karo pompa. Pompa spa. Numri që bie në numri. Ç'kemi kështu ne? Kemi kopa për podcast, kemi humbur fare. Numri që bie në letër, aq pompa do bësh. Asgjë nuk është aq fandi sa po bëjmë ne. Po qeshim kod sigur çfarë po. Se nënda për shembull spathi. Po nuk ka rëndësi çfarë spathi apo karo apo çfarë do të tjera ato. Çka ka të maç? Edhe kup po. Po kupën, pse është kupa ajo? Pse i thon kup? O beso, më qëndro pak te metodat e tua të palesës o plak, se janë të çmendura fare. Letra që del do aq pompa do bësh. Është shumë e thjeshtë. Po jo, okay, kjo është okay, po se çka një tjetër tani, atë me bër, megjithëse unë e provova atë plak, ishte shumë e mirë ajo. Po, që për jo këtu me burpees. Sëriqem. Po. Ato sa e kanë filluar, 3 ditë kanë. Shpjegojnë edhe këtë çfarë është. Jo, më se sporim turnese ka. Bën burpees, vë një 10 minuta dhe bën sa të mundesh. O beso. Dgjoj çik. Ai që bësh ti mama. Beso dhe doli apandesiti. Ishte projekte. O beso. Le të bëjmë çik serioz, se s'po tallën. Do futemi pak në të thella. U ndrosh direkt kështu në. Do ta çoj çik në këtë situatë. Tani do qajm. Thonë që e nisa dhe çfarë, po nga që po na precipitoi situata. Nga që nuk doja ti mendoja gjithë që po ndodhin dhe manifestova atë realitetin tjetër. Jetojmë në kohë që ndjehet se më plak se më bën ashtu, se duhet ta bëj çik serioze situatën. Kjo i jep dritave, këto përmbytje do bes. Ja, do të kthesh të dritave po. A ndjen se jemi çik shumë keq po plak. Na pikpamja sociopolitike. Po, shumë keq jemi nga pikpamja sociopolitike. Po keq jemi emigro po ky. Po. Pastaj kjo se krikën e dritave hajde dhe mund ta justifikosh me se ndodhin defekto, nuk është ndonjë digjet ndonjë. Ama kjo spitalit, kjo ishte kështu. Kur ka spitali. Po e nxjerr ato verën që po pi. A mund të themi përmbauni. Jo, kjo e spitalit është shumë e rëndë tash të mos. Nuk ka gjenerator spitali, se kjo është turpën. Po as kishin punuar as se ç'kishte ndonjë gjë. Domethënë njëri s'kishte punuar, njëri s'kishte mbetur fare. Kriminale olla se nuk është kriminale, është tashmë për spak. Po. Si është shumë gjë e rëndë më plak. Edhe kështu do kaloj edhe kjo. Ka marketit poshtë pallatit tim gjenerator. Janë më të rëndësishëm se urgjenca. Ka gjëra të tjera tani është pak më komplekse, po duhet të ketë olla, ç'lidhje ka. Po ka më po. Ajo është shumë e rëndësishme lartë, është si ti hikin dritat ku dijon shikut.
ose serverave të I kanë ikur edhe Facebookut. Nuk duhet, është një gjë që nuk duhet të iki. Asnjëherë duhet të ekzistojë. Edhe merret parasysh që kur bëhet spitali që janë këto kushte. Po si e mendoni që zgjidhja është tek disa nga këto protesta që janë njëkohësisht. Do të ndikojnë këto në ndryshimin e diçkaje. Po pra, pse se kemi fare se kemi bërë shumë herë të pyetje retorike, po thjesht më duhet ta përmendoj një se është kur e fjala. Po ndikojnë thuaj ne? Se ata kanë filluar dalin në për protesta dhe të krijojnë të gjithë nga pak njerëz, domethënë pak të ndalin në televizor, edhe kur të precipitoj më shumë situata, se me kaq shumë korrupsion normalisht do precipitoj se bëhet shteti piramidë. Ku do shkojmë me keq se kaq? Po akoma më keq. Ka keq s'ka fund. Po ne ky podcast është pozitiv. Edhe këta do jenë të parët që ti kur dalësh në shesh protest, është gjaj aty në protest dhe do i bashkohesh atij njënit nga këta, nuk do dalësh më vete. Unë do iki ndajt, do protestoj ndajt. Po megjithëse momentalisht më vete se cili jena. Po jam pra, po domethënë njërit nga këta, pra po zmadhohen si celula po. Do t'i bjeri rasti për të gjeneru pushtet. Po pra, si opozitar, pastaj ndoshta edhe për qeverisje. Le të themi atë që është asnjëri s'ka një numër të konsiderueshëm, ëh? Vetëm po u bën të gjithë bashk, mund të ishte goxha besoj. Se Adriatiku ka njerëzit e vet që dalin patjetër. Dalin grupe janë. Tek këto protesta që ai thret. Arlindi patjetër që ka grup ato njerëzit e vet që ndjekin, Agroni po ashtu. Berisha ka të vetë tani tashmë dhe Saliani. Domethënë sa shumë njerëz më blaq, sa jemi ndarë si në kohën e Skënderbeut. Para kohës së Skënderbeut me fiste kështu me. Imagjino të bëhen këta një moment valla. Po nuk bëhen. Po do bëhen një moment. Ore nuk bëhen. Ti mbledhi Enea këta, imagjino. Imagjino Enea të bëj propozimin e madh, po të bëj një punim shkencor që ta mbroj dhe me fakte sociologjike që unë këta burra do i mbledh në një dhomë edhe do ju ndryshoj mendjen. Domethënë është i ka testuar Enea gjithë kohë. Ka hapa të diagramat ato Google Analytics e vetë. Ore nuk bën ato, plak, Po i bën Enea pra. Po është fiksuar aty o Enea. Ore nuk kam për të bërë, kështu do. Nëse jo Enea kush tjetër. Po është i vetmi. Po më Enea ngre atë logosin. Miq, e jeni këtu, uluni, sot do bashkohemi. Edhe fillon Enea bën një super. Se po të kandidoja unë për shembull për kryetar bashkie ose kryetar komune ose president, ku diun një gjë që ti do votoje? Po më plak ti je shumë Enea për mendimin tim, jo se të kam shokët, kam vlla, o vlla. Thjesht do e bëja shumë politikan më plak, se je shumë njeri i drejtë. Nuk të kam parë në jetë bashkë. Sa felit ka buar të. Pse? Politikan se je njeri i drejtë. Unë po flas, unë tani nuk po them politikan siç është ky politikani këtu që duhet të jetë. Pastaj nuk mjafton të jesh njeri i drejtë, duhet të jesh njeri i zgjuar për politikan, jo i drejtë. Po jo është njeri i zgjuar dhe i drejtë. Ka shumë të thotë drejtësia bes, për mendimin tim. Politikani interpreton ligjet. Domethënë i përpunon ato i bën. Po mos jesh i zgjuar i drejtë sa të duash. Po mirë, pra mirë, duhet. Se është më që të marrin nëpër këmbë, të manipulojnë të. Po plak, të bëhesh i keq edhe i padrejtë është shumë e thjeshtë. I drejtë pak autoritar. Po dakor, po duhet të jesh i zgjuar që të japësh edhe zgjidhjen e diçkaje, se i drejtë si puna e këtyre që është njëri i mirë, Po tash vetëm njëri i mirë s'mjafton. Zgjuarësia si be, ku të çoj? Zgjuarësi ta zgjidhësh ekonomikisht më mirë. Po. Zgjuarësi ta zgjidhësh të gjesh strategji për të zgjidhur. Supozohet që ai kryeministri të bëjë çdo lloj strategjie, çdo lloj gjëje. Duhet që ti të gjesh njerëzit që bëjnë strategjitë më mirë valla. Po. Po jo që më thënë ta ndash pushtetin me njerëz tjerë. Sa më shumë ta ndash pushtetin, aq më mirë është. Mirë tash. Po pra, po të ishte drejtësia mbi të gjitha. Pse më qesh? Jo, drejtësia është edhe kështu si postulat, drejtësia mbi të gjitha. Është një ndër tre të barabartë. Se dhe ekzekutivi dhe legislativi duhet të jenë barabartë. Nuk e kam tek ajo unë ana politike politike, e kam më shumë, e kam më shumë ne olla të katër këtu, bëjmë këtë gjë më shumë. Ne duhet jemi të drejtë me njëri tjetrin.
Po, S'mund të jemi, shumë po pse është shumë o plak? populiste. Po pra, kur jemi të drejtë, marrëdhënia funksionon, komuniteti ecën, shoqëria vazhdon. Po Ne mos kemi jemi 10 vjet shok. Po mos jemi të 10 zgjuar vjet. që ta bëjmë të funksionojë. Po nëse jemi Neandertaler, o Grop. plak, ne jemi njerëz me kulturë, na Ja, po mirë mos e merr personale. Po e them si shoh. po jo më plak se kemi dhe shiko, e di si e mendoj unë plak se ka një gjë që duhet ta ndajmë që tani. Është mendimi im për gjën. Unë mendoj që ne si shqiptar kemi disa tipologji njerëzish, po do them këto dy kryesorët. Kemi popullin e gjerë, jo më pak inteligjent na niveli. Jo, Po përpiqesh mos i shash. po jo më plak, shiko tani. Ja ta them hapur tani. Po. Dikë pa sulmu asnjë Pas kjo sulmonse entitet, nuk emision ose format televizioni, se mua më pëlqen televizioni. Po përveç Top Channel. jo, dikush që shikon Big Brotherin, Monika Kryemani dhe Big Brother, e me gjitha të situatën aty, që jeton për atë, jo se e shikon, se mund ta shikosh një herë, dy herë, po që jeton në atë botë, Po dhe këta që shprehen kështu me mlef që Po. s'ka drejtësi në Shqipëri, nëse që e lidhin me drejtësinë komplet në Shqipëri. kush është si uno? Qa me mua ke personale. Jo bes, një person i tillë, edhe këta Po. personët e tjerë që komentojnë në rrjetet sociale, në për këto, E ma, e ke parasysh më kupton, nuk janë një nivel me ty më plak tani, që je njeri plot vlera, je komedian, je Po që Europë njeri që merresh me art, Je punon kontra televizion. pedal. Po më plak se bën diçka, o plak bën diçka mirë, me jetën e dakord, vet po. valla. Nuk është një robot, më plak, ta janë robota më valla tani. po O mirë plak, janë, po të martën Tirana është bosh. Nuk ka njerëz në rrugë, s'ka protesta. Po janë Po, të mirë, O infektuar. plak, jemi shumë të infektuar, ore nuk e kam me atë po se jemi dhe vend X-in i vogël produktin, shumë. e kam me fenomenin më plak. Si mund ta quaj unë atë tani? Si mund ta harxoj unë kohë me atë mos i bëj, se s'po bëj kështu si. Po Po, mirë. e mos si do harxoj unë kohë me një person të tillë. Shikoj, Çfarë një- muhabeti do bëni në tavolinë? E po se shpuna të bësh vetëm muhabet, një njeri, domethënë që thua ti nga këta që mbyllen në shtëpi të martave, Po? ai mund të jetë hidraulik shumë i mirë për shembull. S'është nevojë ta kesh shok edhe mik Po edhe pse mos vlla. lexoj një Po, libër ai hidrauliku shumë i mirë? Po ç'i duhet ose atë e ka lexuar ai të tubave. Po jo, ai do lexoj në një Oscar Wilde Po të mirë, po Shakespeare. mund të jenë të aftë në shumë fusha të tjera që s'është thënë të jenë patjetër njerëz për të Kjo bërë më vjen muhabet. më që Po ai ti- gjen shumë njerëz për të bërë muhabet, valla, s'vit bëj muhabet me ty. Po pra ndoshta je ti Ai problemi. thot Jo, unë më s'bëj plak, dot se- muhabet Po, jo, me jo. atë, sa mor vesh. Ç'a thot, ç'a janë këto tema shumë kështu po të mi më thella. plak se marr vesh, po jemi lloj tjetër qytetari o E lloj mirë, po tipologji ky tjetër. masivitet, kështu që thua ti e vërtetë që tregon çik Ky masivitet kështu është në gjithë Ai botën. kjo të nuk ulët. është se kjo është ekskluzive për Shqipërinë. Po si jemi si po një gjë masa në ashtu. të gjithë botën, në Në të gjithë Shqipëri botën. ne lartësojmë atë, si thon atë tomen, atë njeriu dinak që bën atë. Në botë, Po jo më s'është fare, po jo më pse. Diku e kemi marrë- Ne kemi një nivel të frikshëm inferioriteti për njerëzit me, domethënë, që nuk duam të jemi kështu, e lartësojmë shumë atë njerin që është dinak, që ja fut tjerëve që i dela edhe po s'është sakt. Po. E kemi shumë të më plak tani, e kemi në shoqëri. E po se Më kupton? është E duam edhe- dinakërin, na pëlqen, por Është ne çështje jemi ekonomike ajo, se zakonisht këta kanë edhe lekun tash edhe po pra është çështje inferioriteti, nga që ti ndihesh ashtu bes, jo ti, them E, ma. përsi, dikush ndihet ashtu që unë ma futi ky prap me këtë muhabetin, ma futun prap te puna tani, kjo goca do të dalim me mu, më po kupton? mirë. Edhe ku e manifestoni gjithë- këtë? E gjithë gjëja kjo. është arsimi. Arsimi ka marrë fund komplet, kështu që normalisht edhe që dalin brezat e rinj më keq bën. Po, Duket fillin, kështu o, sikur fare, që po, ata të ne rinj shumë keq jemi me arsimin. je dakord e ne E që ne Je këtu. je këtu me smesh. Po, je dakord që jemi keq me arsimin e. Jemi keq me arsimin. jemi ore. shumë keq. Po rëndështë. Ka marrë fund. Ka qenë keq, edhe në kohën tonë, nuk është se ka qenë shumë mirë. Po. Atëre ka qenë më keq më Jo, ka qenë tash tani është zero, tash ka Tani marrë fund zero, fare. fare. Po. Tash si quhet fare? Është kot. Domethënë se kur ta mbyllin. Nuk besoj Mirë do bëj. mbyllen një arsimin.
Në fakt, pse s'fillojnë këto homeschooling? Që të mësojnë njerëzit në... Është shumë aristokrate ajo. Pse? Kushton shumë lekë dhe. Qa lekë kushton? Si, ta shkollosh një person në shtëpi. Nuk është se shkollosh jo persona, fëmijët e tu. Veshti aq shumë me ja bë të gjitha lëndët shumë mirë. Ja, se duhet të marrësh dhe mësues, mund të marrësh mësues edhe mund të ndryshosh ato. Se unë mora kështu si ta bëjnë prindrit vetë. Po pse më plak matematikën deri në klasë 3. Mund t'i bësh. Ai duhet mësoj pianon, edhe ka targeta. Edhe mëson shumë me impresor, për shembull duhet mësoj matematikën me impresor tjetër. E mira po këto baziket. Ku diun? E mira shumë pa balla. Kushton shumë ajo. Po të marrësh profesor kështu në shtëpi normal. Shumë sakt se ai merret personalisht me nxënësin. Domethënë nga ana nuk shpëton dot, nuk ke kështu. Nga ana akademike është mirë, po vetëm se e do fëmia atë shoqërinë ose domethënë ti jeton në shtëpi. Shoqërinë valla, ka del me shokët. Lagje. Domethënë është mëngjes në shtëpi në shkollë. Kur ata nga shkolla dalin gjithë pastaj. Po mirë se është kjo je në shtëpi, del domethënë je në shkollë në shtëpi, pastaj mbaron shkolla, del nga shkolla je prapë në shtëpi. Po jo, pse ai socializimi ka shumë të thotë. Po pra, prandaj them se pa parë. Sa gjëra mëson në atë ambient, në atë moment jetës. Ta kishe bë shkollën në shtëpi do ishesh 100 herë më rehat. Jo, në procesi i tikurit në shkollë. Ankth e kam pasur. Du ta filloj ditën në orën 12. Po jo më plak çaj, po jo më plak. Në 2 ti je ke shtëpia. Po s'po bën shkollë pra ne aty. Po bën kurs shkollë. Po jo pra, nuk është shkollë. Po jo, në fakt ai orari aq i për shembull, më duket ushtria valla. Po. I futem në ushtri 17 vjeç. Po ushtri futemi ne Po ne mbaruar fare o blek. Se do ta herë në shkolla, domethënë shkurton sa orë, në 10. Si në 10 më, jene me të 10 ka mbaruar dita. Pak të në orë. Po jo. Blek, shikon, ato që themi dukemi të gjithë se çfarë tipologji gjumi kemi. Ore nuk përshëndet me Elio që ka ditëlindjen sot. Po Elio happy birthday Leo, fute Leo thash. Elio, edhe 100 Leo. Happy birthday. Po është Elio, Leo është shumë afër, Elio dhe 100, përshëndesim mikun ton që ishte në Finland, po ne sollën në Shqipëri. E bindëm që të kthej. Duam edhe ju miqtan që na ndiqni në çdo cepi botës. Te kërkuat Elio. Nëse ka dikush na Kili këtu, të bëj like, comment, nëse jeton në Kili ose në Shqipëri. Duhet të ketë. Jo, ka i ka lindur në Kili. Jo që jeton. Po, kodo e kujtoa si emër. Comment, miq, mos harroni të bëni komente të shpendura, të tregoni që jeni afër nesh. Dhe faleminderit që na mbështesni. Po që ky vend ka marrë fund. Po që ky vend, po s'kemi marrë fund nemor, miq. E mi të zemrës, ne jemi këtu që të flasim për gjë, do flasim pak për kryeministin tonë të dashur, se do e lidh me pse? Do e lidh me Trumpin o blek. Për atë fare ka ik në mendori. Trumpi apo kryeministi? Jo, pra, do dalë edhe kryeministi patjetër është plak është i mallongjyer, do keqa të Donald Trumpin. Po si do keqa ai deri mandatin e kaluar thoshte Trumpi është e keqja më e madhe që ka ndodhur planetit. Po jo më ka, pse që mandatin e kaluar ai pastaj? E pra, ishte para zgjedhjeve. Edhe tash i lëpihet kështu. Se kështu ka thënë, ë? Po. Tallesh më. Edhe ka thënë kështu me deklaratë publike. E ka fshirë besoj atë tweetin. Po ashtu kudo që ne ka thënë me video është kështu. Vështirë se fshirë. Ja, ne as do të kurtë si politikan. Po s'ke pse e bën, ashtu duhet ty të Po mirë, po ky si jemi në këto kohra më plak që do të marrë Groenlandën njeriu valla. Po i pëlqen, a? Po pra, po këtu jam të ky diskutim. I pëlqen dhe do e marrë. Po unë besoj se do ta marr. Që do e marrë me luftë. Çfarë me politik? Po ndoshta pak luftë edhe mund të bëhet, ose ata janë gati të dorëzojnë ata të Groenlandës, nuk më duken kështu. Pavarësisht se kanë shkuar trupa nga Europa aty, 100 vet. Po e ne, po çfarë do bëjnë trupa? Po Gjermanët do kthyen prap. Çoj dhe Gjermania ca trupa dhe i ktheu prap. Tarif ai pra. Do vini këtu, tarif gjithëve. Tash i tha 100%. Ku do i për tarifa? Evropës. Nëse se nuk e pranon këtë Groenlandës, domethënë nuk e mbështet. Për të marrë Groenlandën. Cortesi valla konkuistador fare. Ai është bërë Jul Cezari, është. Çmend fare më blek. I ves tyrin ai dhe ta marrun këtë. Imagjino të marrin Ballçin.
Po ballshin për naftën, po. Për naftë, po më plak se ballshi ka Ta super. marrë alla të shfrytëzohet paktën na japi. Jo, më ne, po dalim. Ne vetë na marrin, po çe do? Si të na marrin ne mo? Po ballshin e ta marrin. Nësa ka marrë Osmani, më do na marri. Po jo ta marrin, Donald ai do ta Trump. marr me koncesion. Megjithëse ai do kështu ti marr ta quaj Amerikë. Do ikim të gjithë jetojmë në Ata pamje. për Groenlandën çfarë thonë që do bëhet? Si është lajmi domethënë që po thonë që do bëhet vendi 53 në i 51. Po pra do ta quaj Amerikë. Po çfarë më ne? Çfarë do Për Groenlandën? arsye strategjike Pse? që tjetë dhe nga ana tjetër e Rusisë. Po ka dhe minerale, Groenlanda ishte ploto. Unë se dija. Edhe për ato se ai normalisht do godasi shumë zogj me i gur. Po. Po si e ne të jetë më afër Rusisë? Se kuptoj, është në Arktik afër me Tjetë, Rusinë. po pra tjetë nga të dyja anët, tjetë dhe në Europë si prezencë, që mund të vendosë Po, plak, baza unë- gjëra. Unë se kuptoj o plak, domethënë në momentin që plas bomba për shembull që Amerika godet ose Rusia godet me raket Amerikën, Po i hap dy fronte po, pra, për po- herë edhe i ndan ushtrinë. do e bëj në një vend afër më plak, nuk do e bëj nga ku diun çfarë të them unë Siberia ti bie Los Angeles. Po kush është vendi afër? Alaska pra. Do godasi Alaska, çfarë fitoj? Po, Jo pra, do e kam Jo, fjalën Putin- që- nga Alaska. e kemi pas në Takashit me lek. Kë? E kemi pas ne, ti thot Putini, Alaska. E t'ja marri. Po jo Alaska Amerikës se E çfarë? di, them t'ja marri Putini Putin. e Amerikës. Po jo po plak, shiko. Groenlanda është më neutrale si fush. Apo jo? Se s'është si Alaska është Po si larg është larg neutrale? Amerikës është, po nuk është se është kaq e Si është veçuar. neutrale? Po se është S'është Groenlanda Thot është nga me ishull. thot nga largësia gjeografike. Largësia gjeografike po themen ne. Po është më afër Rusisë. Po Rusia afër me Alaskën është dy Po pra po. thërmia tokë. Jo. Ore, ai do ta marr, çi shkon mendja do ta marr. Pastaj Unë them s'duhet lejuar. ishte fiksuar keq me çmimin Nobel. Si s'ma dhata do thaj ne, se prandaj po u çmenda unë. Po ja kishte dhënë ajo pastaj. Ajo tipja që fitoi, i kishte dhënë çmim. Ore, nuk është mirë ajo, dhe se në fillim unë e kam. Ore, aq mirë është ai për veten e vet, ai është zjarr fare edhe për Amerikën, për ata që janë në Amerikë, ose për amerikanët e Amerikës. Po pra ata është mirë, ç'është vërtet. Po, nëse i merr ai këto fuqizohet Amerika bëhet ose s'është, po Ua. shkon tjetër nivel. O si be, ke menduar në një që të uzurpojmë në një shtet një moment. Shqipëria kë mund të pushton në një shtet? Maqedonin, Jo Maqedoni, se na godasin. kush godet? Maqedonin më dhe Pse mund- Malezi këdo godasësh. Mund ta aneksoj, jo se Malizim duket i fortë më plak. Po ata 800.000 banor janë. 800.000 banor. Tek ka shpak? direkte. Ka dhe shqiptarë aty mren. Po ne me Zim lidhemi për të bërë një podcast, do mblidhemi. Ne pra ne si Katër veta pushtojmë jemi. se s'bëhen ambar. Nuk e pushtuam se s'u bën bar. Si u mblodhëm për tua. Po ndërkohë kryeministri do mblidhet me Donald Trumpin, se do E, mblidhet be, tek be. bord. Pse thon bordi i paqes valla? Jo, them me BB për lëpirjen që po i bën tash kështu. Kurse ky bordi i paqes është vërtet me rëndësire, jo për ne. Po, po, me. Çfarë është Jo ky për ne, jo. paqes? Çfarë për Ishte çfarë? dhe një bord për gazën që prapë ishte ftu. Pjesë e kësaj është. Po, Po, pjesë e kësaj. Ky Ishte bordi i ftu paqes për çfarë është? Rama, Erdogani, ai Argentina. Mblidhen gjithë liderët edhe do flasin për paqen. Si janë Në botë. gjithë, janë disa që Shumica, kanë po. marrë ftesë. Po. Një gjë s'kuptoj unë. Kaq pak ishin Jo, më ishin goxha. sa veta? Mbi 100 e sa ku do të thëshin. 100 e ca? Po Po, Jo, po kështu kryeministra, si ishin mbi 100 e ca kryeministra. po vende, që si ka, se ajo nuk është se ai të fton që duhet vi kryeministri se s'bën. Ai thot dërgoj një të Në përfaqësues. Gaza për shembull ishte shumë interesante kjo se secili nga këta do i besohet një portofol, si më thon, sigurisht një ministër i Gazës. Po pra, po Po. më shpjegonin Edi diçka. Rama do merret për shembull me shëndetësinë e Gazës. Ore, më shpjegonin diçka. Në këta kryeministrat Po. janë 10 cop kryeministra? Po jena, po nuk është si kjo e Ramës, ky është Koto. Këti, do më thënë me shumë siguri ja ka gjetur kështu me Mikaj Tony Blairi, i ka gjetur një ftesë për after party aty, ku diun. Se nuk është ndonjë, domethënë si punë e këtij ishte, domethënë ky e bëri kështu si Po të madhe fare. Toroqo. Po, Leo Çuteroj që janë lobingjet e atyre, pastaj ku diun se po bëjnë sigur e di, po që thjesht dyshime. Pastaj edhe kështu e bëri sa si të ti, tjerë, uf, ai Macroni për shembull e mohoi fare. Kjo e Italis Macroni ka mohuar gruaja. Ka ke një llosi me për jetë. Meloni e tha kështu, po pse domethënë e thanë mohabet e sipër, jo faktura që jemi të ftuar dhe atje. Pse jeni tanta gozetarët
E po jemi tha ose se u kam thënë, ne kaloj fare kështu. Ky Toni nxori letër publike, faleminderit zotit. CC-n Serverisë së tij zoti Trump që më ftoi mua. Ky është kot aty. Pa ma kjo si gjë kjo traktati i paqes besoj se do bëhet e madhe se po. Nxori edhe këtë që vendet që duan të jenë të përhershme në traktat duhet paguajnë $1 miliard. Do paguajmë ne $1 miliard? Jo, vendet që duan që të jenë të përhershme. Ne, ore, ky i ftuar në after party është. Mos e quaj fare këtë tonë. Jo, më plak tallesh. Ku kemi ne $1 bilion? Ai sa jep mundsinë ta paguash atë po. Se nuk i duhemi ne atij shkot. Plak, lese nuk bën njëri shpenzime tani. Ka më strategjike e Adriatikut. Po edhe ai me një kështu të merr direkt. Kush na merr ne me një kush të doj, Maqedonia ne bëjmë lusi brevharti aty vëlla. Po mbaj fjalimin e jetës aty. Dal me një shpatë në dorë. Kosto shumë e madhe. Ai më mirë i intereson që të ketë partner se sa të bëj të marrë me forcë. Po ç'partner ai vjen tot do sjell anijet këtu, kaq pik mori fund. Po anijet i sjell pa na fare në bord. Po do i sjellësh. Po nuk është se kaq lek kushton. Po thotë. Na lekët. Ore, po nuk i plas fare për ne që ekzistojmë apo jo. Jemi zero për atë. Ore, nëse po këtë storien e madhe të javës e dëgjot ju për ta që kishin hakeruar Spakun. Pra si e çuditshme. Jo mos shikoj si e çuditshme. Shiko tani se do t'ja shpjegoj çka ka ndodhur. Mendoj se nuk e di sakt. Dikush nga këta kishte te emaili e kishte pasportin shumë të thjeshtë. Se është normale o plak, domethënë një njeri ne kishin të gjithë pak a shumë njësoj, emrin edhe emrin siç ja ka hap IT-a, domethënë IT-a një kompani zakonisht kur ta hap emailin në mas, ti jep një format passwordi. Ti bazik. Kjo që është në botën e IT-s e kupton e merr me mend cili mund të jetë. Se është një gjë që ti e bën masi mos ta harrosh. Edhe me sa duket, këta hakerat kishin gjetur ndonjë nga këto dhe kishin nxjerrë sa materiale. Email. Email kishin nxjerrë më shumë, po prapë valla kur e mendon një institucion kaq serioz si nuk ka paguar një person aty të jetë o plak. Po si Çik më i sigurt me këto passworde që ti trajnoj mor miku im, se nuk po them që kjo është gjë që zgjidhet vetëm me trajnim. Domethënë, trajnoj gjithë stafi që të ketë pak që të ndryshoj passwordet. Jo, të ketë ndërgjegjësim ndaj këtyre masave të sigurisë, se nuk është se kanë. Po normal, kur je instituciona që rëndësishëm edhe me sekrete. Duhet ta dish vetë që kur futesh në punë aty duhet ta dish se e rëndësishme është gjëja, e kupton? Edhe mendova unë nuk kam besim tek asnjë gjë tek ky shteti jon se ka gjithmonë një gjë që çalon. Domethënë, do bëhet një rrugë e mirë, do bëhet një super tunel, e di që ka diçka aty që është lënë e bërë kështu keq. Është një ja si bën rrugën e Quksit që u kolapso. Si ma habit fare olla, kemi gjithmonë një gjë që mund. Po e shikon domethënë sa ke qeshtë edhe prapë, nuk është se ngrihet njëri që ngrihet. Shikoj. Shumë të lodhur më bujan gjithkohë. Po shikoj, jo, jemi edhe çik mos besues me njëri tjetrin. Ndjaj, janë kaq shumë gjëra që ndodhin gjatë gjithkohës. Ndoshta s'duhet të ndodhin kaq shumë gjëra. Po pra, nuk mund të duhet të jesh gjithë jetën tënde në proteste, kupton? Po në fakt ka varja të shik. Perspektive dur olla, ka ndodhin shumë gjëra gjatë gjithkohës. Gjatë gjithkohës duhet dalësh në proteste. Çdo gjë është për proteste, ku asgjë nuk është e vogël. Po kam përshtypjen se edhe është krijuar kjo ide që protestat nuk funksionojnë më ose janë bërë goxha, nuk është se janë bërë. Po se janë bërë goxha më plak asnjë s'është bërë. Po ta mendosh vetëm një ka që thuhet që ka kush, ajo studentëve. Funksionuar ajo e armëve kimike. Po edhe studentëve më plak. Ajo e 90-s thotë jo. Jo më ti. Jo, ajo nuk solli asgjë. Nuk solli gjë. Realizua asnjë nga pikat që ngritën studentët, po vuri Rama ca pika që vendosi vetë dhe do i realizoj këto, tharë, e mbylli. Ajo e studentëve ishte mund të thuash më e mira, kështu që kishte më shumë njerëz edhe deri diku që u vetë organizua, po u futën këta përçarësit pastaj. Po që ajo asgjë nuk solli, prap. Rezultati ishte zero i asaj. Po kush shteti lëvizja për armat kimike? Po pra ato që do sillin ato armat kimike që. Po e mbajmën, e fortë ka qenë ai. Dhe dikush është më e bukur që duket kështu sikur jo se ka funksionuar protesta, po thjesht ai nuk ka dashur dhe po pra, e kupton jo se plus e kosi më orma të armë, do ishim më të pasur tash të paktën GDP. Po. Edhe mua më duket shumë e sigurt. Sa të merruan atëherë, na e bën kështu sikur ishte ai gazi, siktim ai gazi. Sarin. O plak, po shikoj, ne jemi shumë afër një vendi që ka plas kështu
Çernobili më blek, çfarë po flet? Jemi shumë afër radioaktivitetit në Po Shqipëri. të plasi gërdeci më. Po mirë, Gërdeci si ishte radioaktiv. Nuk Po mirë. unë po them për një po event që pra, mund të si- kolapsoj botën. Po prap ishte Po kush i mori atë? Reaktor armat bërthamor. kimike pastaj? Kush shkuan? se di. Pa këtu i kanë sjellë prapë. A nuk është thjesht nuk na thanë. Po mirë. Okej, nuk i sjellin. Mirë, mil. i kanë çuar në librazh. Po më po. Nëse hajde flasim në një gjë tjetër se u mërzita. Po flasim për luftën në Iran. Ore, po për Iranin, pse se ruan asnjëri më blek? Ishte Sa bërë gjyna, mega më, protest në Ku? LA. Në LA. Shumë proteste E madhe. madhe. Po në S'kisha pa në herë në po në Amerikë, rrjetet sociale pse nuk kanë njëri Fal, prej for Iran? Kur thua që nuk i plas njeriu thua për mediat Në rrjete më shumë. Në Në rrjetet rrjete. sociale. Jo, në rrjetet sociale nga njerëzit ka shumë Ku s'ke shumë. Ku mo? S'ke shumë nxjerr një lajm në kështu po s'ke për shembull si çu bë për Alepon që u bënami atëre. Fare. Për prej for Gaza. Po Fare. në Alepo Gaza. vdiqën 500.000 njerëz. Ishte- edhe. Po mirë pse edhe këta janë Si bërë mo goxha tash. 500.000 njerëz mo. Jo 500.000. Kam Po jo, vdek 500.000 shumë jo, të lufta Siris, kam vdek Po dhe këta po e kapin 20-ën, ai ishte Jo nuk e di se. 20, jo se. Ishin 20.000. ishin shtuar goxha. 20.000. Po çka ku i kanë varros gjitha njerëz? Po dale prit sa Edhe kjo varimi. është shuhall në vete aty. Po plas kolera pastaj. Ore Trumpi pse si bie këtyre shtete po merret në Groenlandën Po që ti ata bjerë, po pse? maksimumi peshkojnë Po për dhe të kjo jetuar. dora e Amerikës është duket që Kjo me çfarë mora vesh unë nga këto Folen, se ke shërbimet burimet e e- tua. Burimet e Je mia. Illuminati. që s'po i deklaroj. s'ka që mos na fut në rreziqe, ha. Është që normalisht atë sulmin aty që do jetë pak më në shkallë gjerë se sa Venezuelës, se ai është me vërtet i fuqishëm. Po pa, do t'i bjerë Vend. kështu. Patjetër që dora kryesore që do ta ekzekutoj sulmin do jetë Netanyahu. Po. Oh, thua? Po se nga Pa, aty do Amerikë bëhet. Izrael është ajo? Aty është baza më e fuqishme militare e Ore un kam Amerikës. un kam sikur një- që un është kam e një- Izraelit, po Po. mund ta përdori. një pistën time. Ore mund ta ketë bërë një shqiptar të situatën aty. Të marrim Ku, hak more? për atë. Si ku more? Në Për Iran. Të marrim me hak Manipuloj për situatën direkt. të marrim me hak për Apo dhëna tallë me personale që 20.000 nga të vjet. vdekur. A, pra, haker ata. I kemi marrë Po qa, hakun, edhe ajo kotë, hakerin. se mendon ti se ekzistojnë ata hakerat iranian. Po, ore. Po më se na kanë sulmu prej Mujahedin, Sa po e mendoja një moment, ore që jam budalla fare, nga si e që kemi mendoj. marrë Mujahedin. Pa i nuk ishte asul, mos e ishte kot. Ja i nxorën numrat e kartave. Nxorën dhe rrogat u asgjë ndryshoi. Po jo mos janë vetëm ato të dhënat që kanë dalë, Ashtu më blek, ndryshoj se ishin. s'na plas neve ma. Po asgjë. Të ishin vetëm ajo ato- e rëndë është, e kupton? Ajo e- Ja kishte bërë i vendi tjetër. Ajo e rrogave për shembull, okay, ishte pak më serioze se kishte ndonë dorën në pa ca rroga të çmendura që Po. nuk duhet të ekzistonin, po ma këto të tjerat nxori këto numrat e telefonit. Ato i kemi të numratori. Thjesht i bëri mirë bizneseve se kësa që marrin telefon këto dysheqeve, i gjen numrat su direkt gati. Ku ti duhen ato? Si call center që kapën në Tiranë dhe që. Ne, Dhe mega scam plak. atë e fikën atë si Po si se fikën o plak, e 5 lek gjeneronin, po Po. ç'isha i lek më valla. Ne ish lek si mendojmë dot, jo më të shohim. po as ke pse ti mendosh që do. Gjoni me ne. 200 milion. Ë? Apo jo? Ku do se kam parë me shifra. Po më plak bën kështu 200 milion euro Po, po, javë, po. më duket. Më çashte me bursa. E më kështu me kripto me bursa. Ne. Ata Kjo bëjnë mënyra shumë e lekë, thjeshtë. bëjnë shumë lekë. Po plak. E Aty është leku. Aty. sa e Jo, po çuditshme më duket që e kemi gjatë kohës se që jetojmë me një shpresë një ditë mund të bëhesh miliarder plak i krimbur, jo? Të jetosh mirë. Po. Po miliarder i krimbur kështu të kesh Ja, lek pafund. Se është tjetër të jetosh mirë, të bësh atë jetën e rehatshme, që është jetë e pasur, të kesh aq shumë rati, edhe kjo jetë që ke pafund lekë që Mi ma probabilitet është mund të kapitalizëm jetojmë. Si dhe, po mirë unë për vete do bëhem miliardere. Jo, unë nuk do bëhem, me shanset janë që s'do bëhem kur, po. Po mirë, mo, ne tham tani të jesh pak i zgjuar, o burr. Probabiliteti për matematikor që ti të bëhesh miliarder në një veprim i jotit duke klikuj mouse Po jo mos e shiko, një moment, Janë bërë, okay, o jam edhe bërë. problemi në Shqipëri ky është që ke shumë të pasur që janë bërë të pasur shumë me lek të pista dhe
shpejt, edhe prandaj është edhe kjo shpresa që mund të bëhem nesër unë milioner edhe. Po pra, po se kur bëhesh me korrupsion është tjetër gjë në fakti që Jo vetëm korrupsion, është çdo lloj korrupsion, po, se korrupsioni drogra. Po korrupsioni është më plak, s'është lek i pasur, s'është. Po mirë, po Nuk bëhesh është- i pasur ama. Po pra, po nuk quhesh se quhesh dhe kriminal, njëkohësisht je i Aty e ke hallin ti se mos më thon. Pa ja më plak se bën dot, ore, si be nuk e bën dot atë jetë. Më kujtove tani një dilemë të bukur që pash te filmi, do flas për filmin, po jo, jo se kam për filmin, po për tematikën që shtroi. Ishte ky film i fundit në Netflix, The Rip, i Ben Affleck me Matt Damon. Nëse me pak fel po ju sqaroj, janë këta policët tash që kanë gjetë një shtëpi të një karteli që kishte lek të fshehura, Po. lek i pisë, domethënë cash. E ishin $20 milion. Edhe ishte ajo situata që gjithu bën shumë me njëri tjetrin që e jo plak. Bëhesh armik direkt me janë- vllajin. Plak janë $20 milion, si mund t'i marrim, mund të mbajmë në një gjë të vogël. Edhe kjo që do doja një moment ta provoja në jetë bes. Ta shikoja si do isha, do Ti ishe në atë si pozicion. në do zgjidhja. Se është shumë kështu, o plak, domethënë në atë moment ti Lekët isha- o direkt. Po pra, po kur e mendon kështu, po është shumë luftë e madhe, o, por nuk është aq e kollajt. E më luftë e madhe. Tash sa veta jetë do të ndaj Po bashkë. pse mo, jo, shiko, e kam me dilemën unë më shumë, nuk e kam me sa lek do jenë edhe. Ore, por në momentin që ti vendos të bësh të gjën, që okay, do marr të lek. Po ti pse do jesh atje? Ti do të jesh si polic atje? Jo më, po them në përgjithësi, domethënë, edhe dilema që është e No Country for Old Men. E ke parë filmin? Cila dilemë? Që ky gjen atë çantën me para në shkëtir, në një shootout Po. që janë godit me. E ke parë Edhe- filmin? Po, Ta marr apo mos e marr? Ta marr apo mos ta marr? Ta marr moj nënë. Po jo, e bukur është se ai e mori, po atë ditë që mori atë dëgjoi dhe një njeri që i kërkoi ujë. E mban mend si? Jo, s'e mbaj më atë Ua, detaj. se mban mend si, ua, ka Ajo qenë- pra është Ajo dëgjoj- është gjithë Si dëgjoj njëri që i kërkoj. i thot njëri aty, na këta që ishte godit me pistolet, Po, që kishte ngrënë plumbin, që e gjeti kështu si gjysmë të vdek dhe i kërkoi ujë. po. Ky i tha nuk kam ujë për ty. Gjeti parat, iku. Po, kishte ujë kë? Po jo pra, s'kishte ujë. I mori lekët, Thjesht nuk e ndihmoi domethënë. nuk e ndihmoi. po i ngeli mendja. I ngeli mendja më plak se u mora Po, 2 jo. milion, ai gjeti në film gjeti $2 milion. Po. E sigurova jetën me atë gruan time, fshatarën time, fshatarkën time, do jetojmë mirë. Po atë moment që donte të flinte plak nuk e zinte gjumin se u kujtua ky që i kërkoi ujë. Që e la të vdista. Po. Po. Po besoj se Dhe në momentin që vete i vendos ti çoj ujin, aty fillon filmi, domethënë që se s'po e bëj spoil tani. Ajo është gjithë dilema që të çon. Po pse kthehet prapa ajo? Se Po, mba po, se mba e kam. pa apo jo? E pa, po se mba. Më bën kokë. Ja, është mega. Ka parë ky event. trailerin. Miq, nëse nuk e keni parë, ndaloni këtë podcast, bëni like, subscribe, comment dhe shkoni shifeni dhe hajdeni prap komentoni këtu. Plak është mega film. Po, po. Ajo dilema e këtij që pastaj fillon ajo macja me miun e ndjek ky psikopati. Plak është shmenduri fare valla, është super film. Edhe kjo dilema është dhe kjo gjë që do duhet të përjetojë në një moment. Po pse do të Po pse më që plak të është vrasësh shumë e një bukur? njeri apo të marrësh Jo të lekë? vrasin, jo, nuk vras dot unë si be. Një gjë që e di që nuk e bën në jetë është Po mirë, vrasje. po e gjetë një njeri që e shikon që është kështu në e ka grykën e hapur. Po, Edhe ka një çantë me lekë aty. S'do ti marrësh ti? si ta lë njeriu të vdesë thua më plak. Pa e ka fytyn e hapur. Po do shkruaj në ChatGPT ç'a bëhet. O plak se nuk dita jap ndihmën e parë, ditë do i vë presion aty valla. po si e ke marr patentën ti? Po jo më ne. Oh. Po ne një sekond. Po të shoh Elias se ka dhe dilidhje sot më plak. Tani do shtoj në Zinzi, jo Elio. Zinzi, përshëndetje Zit, Po. që është i çar në fyt. Po edhe këtu në gjitur ka një çansë të madhe plot me Po jo më 500 plak duar të fyt direkt e Zinzit të Ta vras, ta mbys. ta vras më Jo, shpejt. jo më plak se s'mendon vrasjen ato momente më burr. Po ha tani mos bëni shiko. Jo, mendon ta Njeriu jesh. nuk e di si sillet deri në momentin Po, e që vërtet i është. ndodh situata këtë e pranoj. Por janë ca gjëra që janë në atë momentin tënd të fundit plak nuk mendon lekun olla, sa lek kam pas në 19 janar. Në atë momentin tënd të fundit mendon e ke parasysh? Ore, nuk mendon sa lekë kanë pas në 19 janar, po ma kur je në 19 janar edhe gjen gjithë atë lekë. Po sa lekë kam tani më plak sa mirë. Po o plak Shite ti po të vdeso. tashme.
E po se vrave ti, ti e gjete me fytyrë të hapura. Ti je I pari që do çaj në momentin që do jepë ndihmën e parë ti, do e diu, do thirrë 2 pika lot këtu. Pastaj do merr çantën. Pastaj patjetër po të vdisë do merr çantën, çfarë do li aty. Po kjo është diskutimi dhe me këta të filmi. Në marrë. Teorit. Është filmi I lezetshëm. Këta që gjejnë për shembull që gjejnë portofol me kështu me 10.000 euro që e kthejnë. Do e kthejmë o plak 10.000 euro, mos sa fut kot. Kur gjen kështu portofola plak kthehet. Se nuk e di çfarë. Në fakt portofoli po gjesh vetëm një një çantë me $20 milion, janë $20 milion janë. Po dalë tani se 20 milion se janë. Ore 1 milion lekë I gjen në një qese. Po, 10 milion lekë. Jo. Ku në qese në Plera? Po kudo qoftë Do një I qese. marrësh më plak se s'ke, po s'ke kartë identiteti aty s'ka. Po ti çosh në polici. Pse ti çojnë polici mo? Po se I kanë humbur dikujt këtë. Po Ti, domethënë ti problemin e ke, po e pa kartën e identitetit, ke hall mos e shikosh në fytyrë atë njëri. Shiko tani, e pare punës, ja të themi një rast hipotetik. Shkon dhe Plera. Hajde në Plera e gjem ha. Futesh në kazan. Hodhe plerat. Po. Tani që ikim në studio. Vetë aty shikon një qese, kapur fort, po duken ato shtresën e lekëve. E hap atë, lek aty pafund. 15 milion lekë. Çfarë do bësh? Ta çosh policia. Po, ore ti do presësh një, ore, ku janë këto vëllazë? Do presësh, do ish 4 orë aty në Kosht Plerave. Po jo 4 orë më plak. 5 minuta, 10 minuta. minuta. Po se jam 5 milion lekë Po në ikën gjysmore. Jo gjysmore, është shumë. 2 minuta. 30 sekonda. Po I merr ato, I sjell në studio. Po pse si çovën në polici? Ti the që po portofolin po ta gjej pse do ta çoje? Po plak, po si do I gjej në polici më? Ti çoje jo ti gjej. Po pra, po do I çoje, po për çfarë? Portofolin për çfarë? Po portofoli është me emër, mbi emër Po mirë, te policia do ta gjej me shenjë gishtash atë kush I ka ato 10 milion. Ti thjesht s'do të shikosh në fytyrë atë që e ka, këtu është problem. Kurse shiko, po se be fytyrën e më varet atë më. Po jo më besoj, edhe po të ketë një emër sipër, aty do stepem. Se un po them që gjeni një qese blu. Po të ketë edhe një emër të shkruar kështu me Po të stilolaps. ketë gjeni aty për shkakun. Me stilolaps. Këto lek janë të gjenit. Po jo më kështu në një detaj, o plak, nuk I merr por tani, po tani olla. Shiko, gjithë problemi është shumë lek. Ore, po themi njësoj 15 milion në portofol, 15 milion në një qese pa asnjë dokument apo pas një të dhënë. Po se di valla, e merr atë qesën. Është thjesht çështje e zdoj të vras ty ndërgjegja, jo se ke hallin e njerëzve të tjerë. Po e vërtetë. Ti di që do I merr atë qesë. Sa. E moral. Kur është shumë lek është që ke frikshëm më burr. Kur ja Direkt, 300.000 lekë. Shumë qafe. Pra, ti shef shu ka në kamera vërdall, më gjen në rrobë. Është e frikshme më burr. Ju keni në një njeri në jetë që ju ka lek borxhe. Ku kemi në lek t'japim borxh budo. Unë kam njërin sibe që më ka 80.000 lekë borxhe. Kur punoj diku në kazinoun, lujti I ditë ky dhe nuk e pa, nuk ni solli lekët. Po. Edhe vazhdonte thoshte futi se do I sjell unë. Jo atë 80.000 lekë unë. S'kam tha. Si s'kem. Mi jep lekët më plek. Tani po flas 80.000 lekë para shumë. Mirë. Që sot 80.000 lekë janë 200.000 lekë. Po. Në vlerë, domethënë. Do vi unë, më tha. Plak, mbaroi dita serdhi. Dita tjetër serdhi, o plak, nuk e pash më unë. U zhduk fare si njerëj. Për 80.000 lekë. Për 200 pra se atëherë. Po, atë 200 të zhduk. Të zhdukesh për 200.000 lekë. U zhduk dhe një moment që e pash në jetë pas 4 muajsh, më fshi I keq fare. U asa I shkatruar jeta për atë. Më vjen në një lokal unë, e shikoj një moment që ishte në një tavolinë. Rëshiste. Shkoj në banjë, kur dilja prapë si ishte më. Po ti pse shkoje deri në banjë? Direkt ai. Më plak se më vinë zora por se 80.000 lekë, çfarë do I thoj? Sa e çuditshme është kjo që dikush të ka lek borxh dhe ty të vjen zor ta kërkosh. Ato lekë. Ky ka qenë mosh më shumë e vjetër se unë, se ka qenë kështu. Ishte nga veriu, punonte në ndërtim, I shkreti, ishte njëri pa shumë ekonomi, ç'është e vërteta. Po unë plak 200.000 lekë kisha rrogun më. Përse ka qenë kështu punë studentore. Si do qoftë, shumë e keq I ka tash merr borxhe dhe fshiu. Po fshiu ai fshiu ky se ka turp t'ia kërkoje. E kam parë një herë plak momentin më I ulët I atij, e qenë që dola unë. Po shkoja për në pedonal, në Saran dilja. Po. Në ver, edhe o plak, më pa mona tutje, edhe u fshem brapa I shtyllë.
Sa Duke i tëri më Dhe blek. sikur po lexon. O blek, duke, po si më bëre Sa gjyna. Mbaj atë. Po si më bëre kaq budalla më blek. Sa gjyna. Si mund të bësh kaq budalla për 80.000 lekë? Po thuaj nuk i kam por mbaroj muhabetin, më kupton? Imagjinoj që çaj mund për 80.000 lekë, tu ka njerëz mund të kenë 15 milion. Mirë. 20. Ty e net, ka njëri lek borç? Si mbaj mend tani. Jo, nuk ka njëri lek borxh. Se ka shumë janë mo. Pas ka lëshuar. Kam dhënë lek borxhun, kështu shumë të vogla, po Po ti mbetesh të gjitha. shumicat e herëve mi kthejnë. Shumë rrallë me mbajnë. Unë kështu me borxhe me lek bëjmë domethënë me këtë punën e kumarit e bixhozit. Po kumar, se kumari ta shkakton këtë zakonisht. Po, kam pasur ata që më merrin her pas here, po kisha një shok që më thoshte mbaj lekët. Kthe e bën shumë këtë. Si mbaj Është lekët? tipike kjo e këtyre që kishte një sasi lekësh edhe më dha mua se do futej të loste kompjuter. Po? Edhe më dha, se mbaj mend sa kishte më dha këto, mori një pjesë të vogël edhe tha kur do të them unë, kur të dalë edhe të them më jep, mos më jep. Po ishin lekët e ti. Të teston edhe kështu psikologjikisht ky. Po jo që se s'donte t'i harxonte. Po. Se i kishte edhe specifikisht se çfarë do blinte me ato lekë, domethënë Tipike. kështu që. Ja. Edhe normalisht u fut për 5 minuta doli. Më jep edhe një 20 lekë, sa më tha. Jo, e thash t'jap. Ore më jep edhe një 20, tha. Ore, më the vetë që mos t'jap, s'po t'jap. U inatosur. Si s'mi jep ti lekët e mia. Të zgërdhinë të druaj. Po na më merri po ky budalla. Edhe pasaj në ato sepse mi dhe kur i Normalisht çerek ore doli prapë. Ka pas një periudhë ne që të shmend fare me kumarin. Imagjino Kur, një ore? njeri intelektual. Jo, ore. Plak, i e shmend me skedin aty me kumarin, se u shpreh keq. Ku jam të shmenë me Po ja. Si Veja në herë kështu për qef. vej në njerë, Po ja, s'është fiksuar në herën e kështu. S'jam tallesh ti? s'jam qenë i Ore. Te fiksuar. studio e vjetër më blek. Apo se Kam vuri vënë 3 qef. herë. Po pra 3 skedina, po pse çfarë do ti? Të vësh javë për javë. 3 herë. O Plak, Enea, shiko. se po më bie telefoni, përgjigju që Kush është po? Ç'do duhet? Po merre këtu ta vëm live në podcast. Pse është, domethënë ose ma jepi që. kur fleti njëri në telefon të vjen ti thua kush është. Është si Po se do ta dish kush është. Ore, do kapsh telefonin ti Jo, me. se do i shkruaj mesazh. Sille ne. Jam or. Shof që aty dashur. na duhet një telefon i ri. Hape. Ora, hajde flasim për një gjë tjetër Andrem. Ama Ore, tash beso pashim. Do thoj Jo, jo, një gjë. jepi po Pashim në pikturë. një temë jo me luftra me Jo. vrasje më. Pashim pikturë o vlla që më hipnotizoi. Ç'është më? Se e çova edhe te podcasti që do bënim temat. O ne është ajo piktura dhe si që e hipnotizimi që ajo piktura? Prandaj të hipnotizoj. Me atë njeriu që mban atë në dorë, ja do e fusim këtu mi, se mi. Aha. Po. Shikoni pak. Po ajo është grafika ajo. Si është grafik, nuk është piktura? Të pas ka peshkuar. Jo. Print pra. Është Është- bardhëzi. Po pra, është piktura miqtë mi e Sasha Schneider Mos është pikturë. dhe hipnosis, po jo më plak se e ke Nuk pa. është pikturë, po nuk është pikturë. Po ajo është e vjetër, mos si është pikturë. Po pse Është po që e artwork. vjetër duhet të jetë pikturë se s'bën. Po, ja prita shoh miqtë mi. Ne jo mirë. Edhe është nga ato që po i pe gjatë fillojnë televizin, çfarë? Plak shumë e çmendur është ajo piktura. Do ta vendosim këtu se është Po. free ajo. Po, do e vendosim prap këtu. Plak shumë e çmendur ajo piktura valla. Është Po pse, ore? një njeri miqtë mi që i buron dritë tek sytë e një miku tjetër, e një burri tjetër, që Ja, ai është ajo. cullak. Po thua për ata që kanë. Pa, tregoja çik po ti po flet më. Tash po thua për këtë hipnotizuesin apo po thua tjetër tash? Po them për këtë pikturë më që ka dalë ta tregoj besë, s'po e kujton. Më duket. Ashtu që e kanë bërë te Lighthouse më, apo. Bravo. E pa, Ajo. nga kjo u hipnotizove. Ja kjo. Po më po e di. Ç'a pikturë çfarë? Po nuk është më pikturë se na diqen po ky orë. Po pse edhe unë s'e di që ishte kështu grafik. Edhe unë se di tani e morë vesh. Nëse kjo duket si kështu nga ato pikturat e mesjetës. Po ky e ne nuk ka qenë piktor ky Sasha Schneider, e njefti? Jo, disa grafika i Mesit pash. është 1920. E njoh këtë pikturën e njoh. po dalë si nga grafik, kur që nga- i pash me çfarë që kanë bërë? kështu futa për Ajo bëhet kuriozitet. kështu. Dhe kishte Ore ju po flet e ne ore, ç'po bëni ju? Jeni në metro ju. Çka keni jam podcast lateral ju? Po e ulët zërin shumë, ha. Po e ne
Sasha Schneider, kush është? Shpjegoj pak popullit. Po nuk e njoh shumë pra, si artist. I Ai sa po ta tha. kampanja 4-5 punë. Ore, unë dua të di si e Ka kam bërë. shumë kështu me meshkuj lakuriq. Po, është bën grafik, nuk bën pikturë. Përgjithsisht Po si? ashtu i pash, mase bën dhe pikturë, më normalisht që e njeh pikturën. Po çfarë është grafika më blek shpjegoj? E pra si- e e bën si- në Photoshop. Etching, si bien ship etching Po apo? tani unë se di me çfarë teknike është ajo. E ka bërë me- specifike. se, Ajo është etching pra. Si etching, shpjegoj njerëzve popullit. Po se di Si si popull fjala po është. dëgjon? Po etching, e kruan, e fërkon, çai bën? E gryen në një ose plak metalike ose gur, ka disa. Ne po unë e mora se ishte kështu grafik me kompjuter, U. praktikisht dhe po. Jo, jo, Ose- ajo është kështu, më falni. Ha. Jo, vazhdo. Jo, po, po, E gryen, Ha, e gryen si- atë, e gryen, e lyen pastaj me boj, i ngjit letër sipër, edhe del vetëm si Kështu si negative, po. Ua, kjo që E ka qartë, vepër e më blek kjo pikturën e lartë së E po mi, pundore. Apo më shumë. Pundore është, se unë e mora që ishte kështu me grafik, me teknologji. edhe ilustrator. Tash me. 1920 Jo, jo. sun, po dhe pash tani ishte 1904, nuk është Në vitin që ka lindur Besi. ja. është kategoria e punëve të Dores. Ua. Doreja plak, është grafist, Dore. bën Po, grafika. atë Dore se di. Po si grafist. Është graphic designer. I vend Po pra gdhën në gur. Në mermer? Jo, në plaka shpirt. metalike, zinku ose Në plaka metalike. Do me po, thënë, gravonat bën atë gravurën dhe i vë letër sipër. lyn me boj dhe stampon në letër. Okej, dhe ajo negativi që merr në kjo është arti që shohim në Po. Doreja. Po, Që ose ka dhënë ka tatuazh këtu. mënyra si litografia që ti mund të vizatosh me lapsa çik vajor sipër një guri, pastaj i hedh acid dhe gryhet ajo dhe ngel vetëm pjesa ku nuk vepron acidi, që është Ua, vizatimi sa- jot. Sa profesion hipster, ë? Sa e menduar, do ku të shkon Po. mendja, ore, sikur Edhe në ke të plak si të edha imazhet acidum. e- Plak, ky që bën këto, pi vetëm verë të bardh edhe pi Aikos. Ose bën atë reklam, po ideja s'pi cigare Me tamam. e bëre varileshe shumë. Pse më ashtu është? Po ç'është kjo Aikos? Po ti mos shiko Gustav Dore, unë po them dikush që e bën në kohët moderne. Po, edhe jo, lexon ai pi Bukowski. cigare kështu, i fiket cigarja këtu te goja. Po E mi pa. ndes cigaren me cigare. Pi Aikos. Edhe jetën me monopat. Jeni në probleme për zjarju? Elio, ndima e parë vjen këtu, kape. Ball. Si bomba, qa flet me Elio është, unë jam si Michael B. Jordan. Orë, do flasim pak për filmat që donin këtë vit, me që kujtova këtë delë si Po, çfarë filma kanë? Plak, ju Po vit tua me për qenë mirë. 2025 apo 2000 të rinj që do dalin tash? Ha. Jo, jo, 2000, edhe të rinj. Shiko, i vetmi film që do dalë i ri që ne ta ka pataksur fare është Odisea. Unë s'kam fare, Si s'ke fare ti. nuk e di pse Plak. s'kam pritshmëri shumë. Është Nolan. Do jetë mega film. Domethënë, okay që do ketë ato E. gjërat nolaneske, po më duket çik si Po një si kot. gjë që u kapën të gjithë ishte Jo, helmeta. kasi, helmeta e Agamemnonit. Po dhe unë me ato e kisha problemin. Ishte super helmet më plak. Domethënë nuk e kam me faktin që nuk është kështu e saktë historikisht. Po i rinte keq atje aktorit. Pse i rinde keq? I rinte si e madhe. Pse e madhe? Po ashtu Ajo- duke ishte si bosh, ai kur të luftoj me atë do ishte kështu. Ding 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 ding. Ajo Elmeta duket si në i villën kështu te Supermani. Po normal. Po jo, te villan të. Shiko, mua ajo më pëlqen se filmi është, nuk është dokumentar, po Filmi ashtu është. foto shiko dokumentar. Ose shiko foto në plaka me acid. Kurse ajo kështu si dizajn më pëlqeu, po vetëm se më du sikur i rinte e madhe, ajo më sikletosin çik. Filmi që na pataksi këtë vit, si be që ti nuk të pataksi, po më pataksi ishte One Battle After Another. Me Pse mor, si be ishte film i mirë, po valla, shumë pse? propaganda. E propagandë reaksionare. E, Kështu si, ama si ishte film komunist o burse, ti e po, bën shumë. ishte krye komunist, po Pse po ishte komunist, edhe valla? komunist kështu bazik fare. Ishte anarkist, jo komunist. pa e, tash. Po se aty ishte edhe shumë komedi, mua më duk Po shumë pra, komedi. do të thënë kishte momente komedie të mirë, kishte edhe aktrim superior normalisht se E janë. ke pati? Jo. Ama këtë vit ishte edhe horori shumë lartë o plek.
S'kam parë, kush ishte horror? Ishte Sinners, mo. Akoma se kam parë të Se ke pa akoma? Jo. Po ç'a bën ti? Ja do ta shoh. Sinners mi ishte poezi. Filmi nga Ryan Coogler, më duket se e ka, me Michael B. Jordan që është dopi, jo. Është një Ne pra kam blues, dëgjuar, horror, është kinematografia on top. pa që nga fjala blues horror është shumë Po, interesante. ishte shumë film i gjetur edhe më pëlqeu për to vitet moderne. Po 2025 kishte filma të mirë, bes. Po kë kishte tjetër? Më kujtohet Bring Her Back, një horror në Australia e largët, ku është dhe miku jon Baltioni që e puçim. Ku je emër Baltion, për shejtan. Në Australi. Në Australi, me Odetën, ju përshëndesim, se më kujtohet tani miku jon. Është një mega horror i bukur. Është pak horror Se kam parë. okult në sensin që ka çik supernat ore ti me këtë telefonin. E di, Do bëj mami telefonado. Mami im ka bler telefon të ri tani dhe Po. ka shkuar në shtëpi dhe nuk mban mend passwordin e Wi-Fi-t. Edhe tani nuk e kupton se Po çam spak shkruan. et 2019. mo. Aty trigonometri e dg. Që nuk e kuptoj çfarë shkruan. Një je Po pushuar. mundohem ta ndihmoja. Faleminderit. Tek Jo, ma ja support. Fsket mikrofonin. Nuk fike. Familja e para, pastaj Po kishte ky vit ishte Kush? më pëlqevi 2025 ana filmat. unë s'po me asnjë. Si s'mban nga se Sinners, Bring Her Back, ishte fënjësh ishte shumë i bukur më Fënjëshi- plak sa më ka fënjëshi, po. pëlqyer më dha. Ua, shumë fan më burr si film, Ishte shumë, po nuk e dia është e njëjta eksperienca po ta shikosh në ekran të vogël, se në kinema ishte shumë argëtues. Në kinema ishte ishte kështu nga fillimi në fund. film argëtues është, nuk është se Ishte shumë lart. Se më veç ka shkuar as vet. Shkruam çka kam shkruar se më rrë. po që po të dëgjoj. Po ndërlikohet shumë situata tash, po. Fal. Jo, duhet ndar kjo tash. Po ne preja Më sigurisht. thuaj një çik çka kam çka kam shkruar. Ne të lutem. Po tjetër përveç fënjeshit, Po çka kam parë tjetër në 2025? Frankensteini ishte ai. Apo ishte Frankenstein e 2006. folëm, jo 2025 ishte. Jo më 2026 na ka tani. Ska nuk ka dalë akoma. Më duket vetëm ai 20 Days Later The Bone Temple. E data e kishin mburur goxha. Po e kishin burr goxha, pa ai është i 2026-s. Mhm. Po jo thjesht më pëlqeu se kishte njerëz i donin filmat në Po mirë, se çdo vit ka, nuk është. 2025. Jo, nuk është çdo vit, ka dhe Ankohen shumë njerëzit, po ka zakonisht ka filma, nuk është. Po se nuk ka më bes, nuk është ajo ndjesia, nuk është ai filmi mirë. Nuk është siç ka qenë tash, se normalisht. Se për shembull më kujtoi një moment sot që po flisnim se më kujtoa edhe nga filmi The Rip që flet për kartelet, më kujtoa Tony Montana, Scarface, filmi. Filmi është kryevepër në ana kinematografike. Po si nga Po domethënë është aktrimet janë shumë lart. Montimi është për mendimin tim është top. me se kanë vënë Si kështu me. film teknikisht është shumë lart o vlla. Unë nuk është se i shoh teknikën këtij filmi, po nuk bëhet më ai film o plak. Nuk kem më një film që mund të kesh një antihero. Një shembull i këtij filmi ishte The Joker me këtë Joaquin Phoenix. jo Joaquin Phoenix me këtë dreqin, Ledger. Heath Ledger, Po. që ishte një antihero që edhe pëlqej më plak, ishte kaq antihero sa pëlqej, ishte se edhe ky Pacino kështu është aty, që Po. është mega i keq, domethënë bën atë pa, mas vret fëmijë ky dhe gra. Me ka një kod Ka deri. një kod. Ndërkohë ky tjetri këtej, një analogji e këtij, Ky është edhe është karakteri i Tony Sopranos ky. se kam pa dhe Sopranos sa turp Pa, më vi kur flas me ty. Ky është mëkat i madh ky. Ua, ky s'të turp falet, më po. vi, jo, turp më vi. E kam dalë në 2 sezonin e parë dhe nuk e kam niso si be. Le, nuk e asnjë Jo, është arsyetim thjesht- apo justifikim Është që çështje commitmenti, çështje përkushtimi, nuk është komitmenti. sa. Po mirë, shikoj, e vërtetë është që edhe këto filmat e rinj tash i bëjnë që nga ngjyrat, mas më pëlqejnë këto ngjyrat e kaq të zhvilluara, 4K çfarë janë këto. Janë dhe Më rrej ato. jo, po ka dhe të gjitha, jo, Duket sikur shikoj dokumentar. po pra, po ka dhe një gjë, këta bëjnë dhe kolorizim, nuk bëjnë vetëm Ore çfarë duan të bëjnë, nuk më intereson fare. Kolorizimi e prish, pra. Unë dua të shikoj kur shikon këta filmat e vjetër kanë një tjetër atmosferë edhe ngjyrat, Po. e dallon shumë që je në film aty. Kur tash kështu shikon teknologjirat të çmendura dhe Po. aliene dhe kështu, po duket sikur e ke kështu si
si dokumentar. Është green screen, treçereku filmit të Render. Nuk green është screen edhe filmuar gjëra- Jo, green screen, gjë jo. reale. Ka edhe Po, jo, në ma- filma Alienët- tjerë. Po pra, pa edhe këto që janë kështu me xhirime të çmendura me CGI-ra, me kështu, më duken kështu sikur janë gjëra që i shikon në rrugë, nga që ka shumë pasërti si ajo cilësia e filmave tash dhe më duket sikur i prish punë kë pasërtia ka që lartë. Po, është shumë rezolucion i lartë më ne, ai Max e shikon atë pikën kaq aty dhe po ta zoomosh akoma ka akoma E pra, pamje. unë e dua pak të sfumuar figurën, ku di unë. Po ku ka më ne, Pak si 90s, E pra. ose early 2000s, janë shumë të bukura ato. ore, po ku ka si ato kamerat e këtij dreqit italianit Fellinit te Otto e Mezzo. Ai që është me ato Po, ka, syze, gjitha- ajo bardhëzia, o plak ka shumë kinematografi olla. Një film tjetër që më ka godit me kinematografin keq më bes, është patjetër është të gjithëve, është Interstellar jo mblek, ka shumë të bukur kinematografin. E po mirë. E ka shumë kështu jashtë E po prapa se kur shef një film për është shembull, modern çiksi. modern, Po. po është solid, është i mirë. Se kur shef një film, valla do të bësh një të ikësh pak në realiteti, më kupton Po ai të jesh diku në një vend tjetër. domethënë kur e shikon atë është tjetër eksperiencë. Të përfshin fare, po, është shumë kështu. Prandaj ato ajo vitet 90 se flasim shumë shpesh për këto vitet 90 të ky podcast. Kishin atë ishin kështu si të pista mo bes. E ka patë dhe muzika, e ka patë. Edhe muzika, filma si Seven, filma e ke parasysh Po pra, ajo atmosfera ashtu e ai me ata Trainspotting. Ka çik kështu si atë gjë ajo është urbane, edhe çik më duket të dhe mjeshtërore dhe amatoreske në të njëjtën kohë. ka një kombinim shumë kështu. Më ne se nuk e kemi më atë në ditën e sotme. Mungon ato vitet 90 ishin shumë me Po pra, karakter. kjo teknologjia që e avancuar. Po pra, kjo avancimi te skajshëm teknologjinë ka Po, mund të alienizuar pak me atë përdorësh- konceptin Mund artistik. të përdorësh teknologji të vjetër akoma se i gjen ato. Jo, më jo, i gjenë. Që të Po që xhirosh me shirit për shembull edhe të jetë. ja, po, Ashtu xhiron si Tarantino, më bëjnë si duket. bëjnë në filmat ashtu tash. Po. Po është edhe niveli CGI që ka rënë shumë, po nuk e marr vesh. Si mo niveli CGI-t ka rënë shumë lart. Po ato periudha 2010 nuk arrihet më. E po se Edhe punojnë Lord ndryshe. of- herët akoma. Te Lord of the Rings CGI është nivele të çmendura fare valla. Po ata po themi që Krishme. në atë periudhë ka qenë shumë Po, lart. janë shumë lart. Edhe Piratë e Karaibeve. Po, janë shumë lart, janë shumë lart. Karaibeve është Kurse lart. tash Sa CGI lart duket janë. ashtu sikur është Duke drop. falso fare më ble. Po, e vërtet është. E keni ju a jap këtu vjeçën. Keni të Na e dha. Po edhe këtu kam përshtypjen që ndikon kjo cilësia kaq e mirë e kamerave dhe e ekraneve, domethënë i nxjerr shumë në pa problemet se po. këto ndoshta edhe luanin me ndriçimin shumë. Na, Kishte na, CGI, kishte ndriçim pak më të ulët, ishte pak Po. më Ha, mano çati bësh tash. Ore, do lezojmë një temë na mistan se Po, na ore, ka çuar, na po, ka po. çuar. Se Se kemi kemi ca gjëra shumë kreative. Edhe do filloj direkte me një ti bjem shkurt gjithë, se janë shumë, zë i lexojmë gjitha. Faleminderit një që na çoni. Unë pyeta miqta na thoni me një fjalë tema po. temën tuaj dhe i ka shumë njëri një qa do ta bëjmë bip të kam përshtypjen se nuk thuhet. Po. Jo, ishte një pyetje shumë e bukur që e çoi një miku jon. Kishte të bënte po ku ti gjej unë këtu tani? Unë gjej, po kemi internet këtu apo jo? S'ka valë. Më flisi pak me njëri tjetër. Si be. Jo, Ku se e ishte lam. shumë e bukur. Ku e la me ku na mbeti. Se mban Ishte me shumë- dia. Jo, mor, ishte shumë e bukur se do ta lexoj. Vetëm atë ajo e gjeta. ajo racistja të doli direkt e para. ajo. Ja Jo, kam do i syrja. bëjmë bip atë. Zeneli, Pinari pyet, a influencon publiku muzikën apo muziku? Muziku. Apo muziku publikën. Se thua edhe një. E kuptuat pyetjen besoj. Jo, se kuptova fare. Nowadays. E influencon Po publiku muzikën apo muzika publiku?
Është shumë e bukur bes. Është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Unë them, jo më plak. Jo çfarë. Pa nuk e influencon publiku muzikën. Tallesh ti. Po dale ore. Unë këtu do thoja. Po dale. Duhet të influencon Dale, një muzika sekond. publikun, por e influencon fatkeqësisht kohët e sotme publiku muzikën. Po jo pra. Po e të Mos gjitha ma them- kundërshto tani se sidomos në Shqipëri është hashiqare fare që influencon publiku muzikën. Kush do të bëj? Po unë po Gjithë them për bëjnë- njerëz që duan muzikën Po, tamam, lore, jo po të që- bëjnë tash hitin e verës një sekond se 2027. duhet ndar. Po. Do Fort të beso. muzika e influencon publikun totalisht, me 100% që po është e vërtet. Po. Kur është muzikë e mirë dhe më the të thash. Po. Kjo ndodh, se ka ndodhur në gjithë historinë, dhe ndodhet edhe sot. Ore Që ti kur bën atë, influencohet. kur ka futemi në muzik- Audhoma bashk. Kur ka muzikë të mirë, vërtet influencohet publiku. Është ndodh. Kur s'ka muzikë, ose kur ka kështu një problematike, Po, se dakor, është koha kohët e sotme. Kur futemi bashkë në Audhoma ne, Po. që bëjmë prova. Për çfarë bën muzikën? Po ti mos na merr në shembull. Po jo pra, po Ky dale, tani- dale një sekond. Po Po ç'dam. dale një Po sekond. nuk, shiko, nuk quhemi, nuk jemi pjesë Okej. për të influencuar apo për na influencuar ne. Linkin Park Po. tani. Totalisht i influencuar nga publiku. Po. Po. Se këto gjëra pëlqejnë të filan mosh. Ja t'ju them një artist tjetër unë. Rini qet. Primus për shembull. Për çfarë bën muzikën Primus? Për publikun. Po mirë, mo, tash Primus janë një bandë Pse po merr bandë zhanrin alternativ relativisht burr? pak e Se më që do njohur. marrun, Rianën do marrun. Po no. sigurisht, Po Rianën do patjetër më marrësh që ti. do bën Masën muzikë do për marrësh ti, publikun. ti mos Po merr. flasim për masën, jo për sa sa na sher na vuri ky se. Nuk është se Merë nuk ca bashkë banda- ekzistojnë të dyja. Po, pra, janë Nuk të është dyja se të duhet vërteta. fitoj njëra anë tezës. të Po dy jo janë pra, vërteta. nuk e bën ti për publikun. Ti publiku e shijon atë që bën. Ti mon miku im. Ti personalisht. Po jo, ka dhe shumë që e bëjnë për funksionon kështu. publikun. Sa e bën ashtu, sa e bën kështu. Në kohët e sotme, më ti, ju e dëgjoni muzikën që është kohët Po, e po, sotme? pra, Le do kalojmë pyetje tjetër se na Jo. ndodh. Do se na vuri sherë Zenel. Janë të dyja të vërteta. Heroizmat e Tik Lapaj, thot miku jon Maksimiliani, që ka dhe emër kështu. Pa sikur ka rënë çik tash. Jo, Pse ka rënë? No? po që pas atij aksidentit të madh që desh vdiq. Ti ko që i ra në kokë ajo. Je. Po pse thua si për Pase tallë? pase e shiti sikur. Po shkoi policia jo që në sa qese sa plasmasi. Kishin dhe i ra në kokë ajo me kërpudhave të ngrohjes. E pa nuk ishte një dramë e madhe se vaj e shtrin direkt në Nëse spital. ti ku del proteston. Po nëse po mban. Po qëndron. Në ky podcast Edhe i ngrot gjykojmë. dhe gjykojmë. Pyetja e çmendur me një fjalë, me një dog fjalësh ishte, çfarë e ka ne Adrian Ziun? Ka? Kush është Adrian Ziun? Nuk e njoh. Se ka gjë. Edhe mund ta kem një gjë. Po se di. Okej. Faleminderit edhe. Folëm për kinema, folëm çka kemi ne një tjetër. Seks, thot dikush. Po e bëjmë- flasim Të diçka. bëjmë seks. Jo më, çfarë do bëjmë seks? Po diskutoja dje me Po diskutoja dje me ne. Për Edhe seks. Më dha një perspektivë shumë po për seksin po flisja. Edhe po flisim kur dikush bën do vendosi të bëj një orgji ose një tresh ose një Merr vendimin për të bërë orgji. Po pra. Edhe po thoni si lihet domethënë ky muhabet që hapin një grup WhatsApp-i, çfarë bëjnë edhe marrin njëri tjetrin telefon, takohemi këtu, pim një kafe fillimisht, domethënë këtë procesin e kësaj ç'a ndodh o blek? Po. Ja besi njeri i orgjive. Kysh e bën ju. Shiko, kam përshtypjen që edhe kjo Kot muhabetës. Po më po që domethënë edhe në qoftë se dia ka në Shqipëri, po domethënë kështu komunitet orgjish, se normal që vende dhe bën. Po duhet të ketë Kam Po që komunitet kështu të që domethënë dihet pak a që shumë. kanë grup kështu që Facebook të jenë të regjistruar se di. Po jo kur Facebook, që kanë një lokal të që mblidhen. përcaktuar ose një zonë lokale të përcaktuar që që dihet. s'futesh dot pa. Edhe kam përshtypjen që nëse je i interesuar për orgji, shkon për lokale, Po. domethënë e fillon me pyetje të lehta në fillim që Po. ç'kemi çfarë bëhet, nga është mirë, ja, me grip, ja kemi që me grip. Domethënë, 10 minuta më vonë këto testikuj. e po e tenton domethënë nga që
Po si fillon? Kur takohesh ke ajo shtëpia. O plagu, çfarë bën? Mirë, si kalove. Po jo, te shtëpia është fazë tjetër pastaj, po çështja është ta gjesh shtëpinë që fillon që nga lokali që Shiko çfarë shprehje thotë ne, a fillojmë? Po mirë. Shiko i që këpucë të se kam se mos bëni piste perdja, se është do plag. Nuk e di, nuk... Po, besoj kështu domethënë edhe me të pyetur një çik, me të pyetur gjendet Stambollit që është. Po, të pyet në shkon deri në Stamboll. Bën çik kështu pyetje koti pa lidhje kështu. Po, kështu si small talk, si muhabet kod domethënë. Ose si për shembull ta kesh atë temën që ti që kanë shuar seks, të mos jetë e vërtet, po ti je shpike sa për të na hapur ne muhabet seksi. Edhe tash ti do të dish që bëjmë apo jo ne orgjinë apo ku bëjmë edhe para gjithë njerëzve. Po mira, po e nxora unë mohabet, se di unë një kështu, ja. E shikon e fitove ti këtë një përgjigje të sinqertë për orgjit. Edhe sa herë do vi dikush që të thotë, fillojmë. Aty do atëherë jemi gati. Po jo kam përshtypjen pihet ndaj drog para se. Shiko, s'është drog, po orgjie sa nuk e di. Mund pse bëjnë. Po shiko, kam përshtypjen që e bën, domethënë, bën kështu me droga, me alkool, me që bëhet parti një çike çmendur, pastaj kur e bën ai shpesh, bëhet një çik si punë. To do bëjmë drog kota shajë, futi bëhet shpejt ato orgjin. Ai bëjmë një. Ai se kemi punë të tjera. Shtatçe. Se besoj te orgjia të mërzitet një moment. Ose vetëm e zmadhojnë, bëjnë kështu me nga protesta direkt në orgji pastaj. Jemi për orgji pastaj. Call center aty folëm, koma e kinema shqiptare do të pas viteve 90. Ça teme bla koma. Po jo, se ka filma pas 90-s. Bukur. Pas 90-s po. Ka. Tani po rikthehen. Thjesht nuk janë bërë kështu që të ketë patur shitje të mëdha biletash apo ose në kinema ka që mund të kenë, ndoshta s'ka qenë fare, po ka në për festivale çojnë. Po ka qenë në gjinin e telefilmit Shqipëria mbas viteve 90. Po jo më të filma, po mirë edhe të shëja. Po filma ka pasur, filma të mirë ka pasur goxha? Po, ajo The Hive për shumë në Kosovë është shumë super film plak. Po ka më shumë filma, po jo më ka vërtet filma të mirë, po tash duhet të bëjmë një listë në fakt një ditë me filmat post 90-s. Plak të tjera janë të gjitha janë të gjitha për orgji. Jo, janë çfarë. I kaluam, po. U them e mbyllim. Nuk kemi çfarë të flasim tjetër, miq. Faleminderit. Dorën në zemër. Kjo gocë që humbet kohën me ne. Faleminderit për donacionet tuaja, mos harroni që na mbështesni shumë dhe që jeta është e shkurtër. I marr tashmë dhe 2 kondicionera. Jo, shikojmë pa xhupa. Jemi pa xhupa, kuptoj. Ky nuk e se. Jepi fund. Bëj thirrjen. Çka kam pasur më? Ka shumë kohë ka kaluar. Ka kaluar një vit. Miq, faleminderit se na ndoqët. Ju lutem mos harroni të bëni subscribe. Mos harroni na bëni share, mos harroni na bëni komente. Na bëni follow në Instagram. Dhe na bëni donacion. I duam apo nuk i duam? I duam. Faleminderit miq, jemi radhës tjetër. Bye bye. Ciao.